Velipoja është gati të mirëpres një tjetër fundjavë me shumë hapësira dhe shërbime përpushuesit. Përgatitjet e fundit po përmbyllen, ndërsa duke nisur ky fundjavë do të vijnë në funksion edhe 2 plazhe tjetër menaxhuara duke zgjeruar ofertën turistike të zonës. Këto do të shtohen plazhe publike pa pagesë, të cilët këtë sezon kanë një sipërfaqe më të madhe krahasuar me një vit të parë, duke krijuar më shumë hapësira për pushim. 2 plazhet më të reja të menaxhuara nga Bashkia e Shkodër do të jenë funksional në fundjavë. Janë plazhe me të gjitha aksesorët e nevojshme. Këto plazhet menaxhuara nuk janë pjesë e plazheve publike. Plazhet publike, të cilat janë pa pagesë, vazhdojnë të jenë funksional me sipërfaqe edhe më të mëdha se vitet tjera. Plazhet e menaxhuara bëjnë pjesë në plazhe të cilat kanë qenë të destinuara për të dhënë subjekteve të treta, por që janë dhënë bazë VGM-s bashkive për t'i menaxhuar në mënyrë më të mirë. Me kostum më të vogël, duhet theksuar se në plazhin e Velipojës këto plazhe kanë vlerën 400 lekë të reja dhe në plazhin e Rriollit, i cili do jetë edhe ai i aksesueshëm gjatë fundjavës që vjen, është me 300 lekë. Plazhet e menaxhuara janë përcaktuar të jenë afër plazheve publike, në mënyrë që e gjithë infrastruktura që i shërben plazheve të menaxhuara të jenë edhe në funksion të plazheve publike pa pagesë. Sikur është në rastin konkret që i gjithë infrastruktura me kabinat, me banjët publike, me dhomat e zhdeshjes janë vendosur në mënyrë të tillë që të jenë funksion edhe të personave të cilën aksesojnë plazhet publike pa pagesë. Me çmimet e përballueshme, kushte optimale dhe një kombinim mes plazhe publike dhe aty të menaxhuara, Velipoja synon të ofrojë vizitorëve një eksperiencë sa më cilësore.